Bledi, se mikrofoni të rregulluar, fjalën ta lam ta prem në mes, si gjithmonë jam mësuar tashmë. Tani, po thoje që po shohim ekzekutimin ose pushkatimin më sakt të zgjedhjeve në Shqipëri. Këtu të ndërpre. Reldari bëri një thirrje edhe më të fortë, tani që këtu ha vend për diskutim, a është mirë apo së shkeq, i kërkoi opozitës mos t'i njohë zgjedhjet tani. Po ku na çon kjo Reldar pastaj? Ja ta dëgjoj pak Bledit. Kjo është, falë Bledi, kjo është opozita do të jetë standardin realisht. Mirë, opozita do denoncoj, opozita e ka thënë që do vazhdoj të denoncoj krimet zgjedhore, edhe kontrata e lobimit ka thënë do t'i shërbej për këtë. Atëherë opozita nuk mund të uli kokën përballë një autokracie. Opozita duhet përballet ashtu siç e kërkon me autokracinë, ashtu siç duhet përballet realisht një opozitë me autokraci. Po e provoj një herë opozita edhe të mos futej në zgjedhje, edhe të unë po them të heqin dorë nga mandatet, unë po them mos nivet zgjedhje, të ankohen aty ku është për të ankuar, atë me gjaz do ta bëjnë. Të kapin prova dhe t'i dërgojnë në SPAK edhe atje, pavarësisht se SPAK-un e kam pa për herë të parë që unë kam pas shumë besim te kjo strukturë, e kam parë krejtësisht indiferent dhe nuk mund ta pranoj këtë indiferencë të SPAK-ut, pak në Vlorë doli haptas, në Vorë doli haptas. Dhe realisht duhet kishte reaguar, duhet kishte sekuestruar. Në fakt kishte një moment sot që në gjykimin tim, dhe unë po e them se si e mendoj, mu duk shumë qesharak, për nuk e di, të paktën më duket një provincializëm i tmerrshëm, mediat dhe kamerat që i turreshin Altin Dumanit, një prokurori që shkonte votonte, por ndërkaq do kisha preferuar shumë që ta kishim pyetur edhe pse ai nuk u prononcua për gjitha këto raste. Mua nuk më duket në një lajm i madh se po voton një prokuror një shoqëri që dilte 80% edhe e fundit Bledi dihet shumë, 80% që pro SPAK-ut dhe realisht del 70% deri tani të mbrojë PS-n, të votojë për PS-n nuk ka sens, nuk qëndron këtu. Këtu o jemi në autokraci ose këtu gjithçka është e shitur. Pra ty nuk të rri që mbi 70% e qytetarëve kanë besim tek SPAK-u, SPAK-u ndërkaq ka arrestuar dhe ka nënhetim disa eksponentë të PS-s dhe njerëzit votojnë edhe mbështetësit e SPAK-ut dhe votojnë PS. Janë nonsenset i ke rrugës të përplasën ballit nonsenset. Problemi qëndron. Shqipëria është një vend i nonsenseve. Problemi qëndron që opozita ka shansin kësaj rralle të jetë vërtet lartësinë e detyrës, sepse e kemi parë për arsye të saj, për arsye edhe të jashtme, e kemi parë jashtë detyrës. Të paktën të jetë lartësinë e detyrës dhe të shkojnë deri diku në një rrugë ekstreme përballë kësaj autokracie, sepse në fundit viktimat e gjithë kësaj gjëje janë qytetarë shqiptarë. Ose do kompromentohet dhe do kemi një grup parlamentar të opozitës, si rahat me rritjet e rrogave, me gjërat dhe bëjnë gjoja sikur po bëjnë opozitë dhe bëjnë sa fjalime ordinere aty në foltorin e kuventit pa pikë lidhje. Tani, o t'jenë vërtet dhe realisht të shkojnë lartësinë e detyrës ose përndryshe let të bëhet një kompromentimi madh, s'ka vlerë. Bledi, më pas regjia bëni gati ju lutem Ardit Hoxhën sepse ndodhet te KZAZ-ja tek gjimnazi Sami Frash.